sonte me ne është Eda Begeja Qini. Eda njihesh për një aktiviste komunitare, një grua me pasion, një grua me energji shumë të madhe, me një buzëqeshje të madhe. Kush është Eda? Pse Eda është kështu? Më intereson di shumë për ty, besoj që edhe njerëz të tjerë që të njohin, po ata që janë përreth kanë dëshirë të njohin. Pse je kaq energjike? Besoj se energjinë e kam të lindur. Nuk e di, nuk pasionin edhe pasionin dhe energjinë besoj se kam të lindur. Nuk është diçka që ushqet, mendoj se lind me të. Dhe duke bërë dhe gjërat që të pëlqejnë, merr gjithmonë akoma më tepër energji. Dhe unë mendoj se kam pasur fatin që ose kam bërë gjërat që më pëlqejnë, ose kam pëlqyer çdo gjë që kam bërë. Njëra nga të dyja. Ose edhe tjetra ka të bëjë edhe mënyra ku je rritur, se e ke një shpirt shumë të lirë. Vresh gjërat si i bën, edhe si eksploron, edhe si komunikon. Është diçka që unë e vlerësoj shumë, me thënë drejtën. Du të kthehem, e ke një histori shumë interesante. Du të kthehem në Shqipëri, kur ishe e vogël. Ku je rritur? Okay, so unë jam lindur në Durrës. Nëna ime biologjike ndroi jetë kur unë isha 6 muajshe. Unë kam një motor dhe një vlla përpara meje. Babai u martua jo shumë kohë mbas vdekjes nënës, sepse ishin situatat e vështira, nuk na rriste dot të 3 fëmijëve, edhe mori për mua ishte një grua e mrekullueshme ajo që mori. Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj.